Dhe kështu e fitojmë një qetësi të sotme për një varësi të nesërmes. Fëmijët tanë po mësojnë të rrëshqasin gishtin e tyre në ekranet e ndryshme të telefonave, edhe nuk e kemi parasysh se kjo nuk është zgjuarësi e hershme, por është varësi e parakoshme. Dhe kështu i lajmë ekranet televizive dhe ekranet e telefonave që të na edukojnë fëmijët tanë para se me ndiku ne në ta. Dhe pastaj çuditemi edhe shqetësohemi pse fëmijët tanë nervozohen shpejt, ngjecin në të folur. Allahu i Madhreshëm në Kur'anin famlar thot në një ajet: o ju që po i thoni vetes se jeni besimtar, ruajeni vetveten e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Po e shohim përgjegjësia automatikisht kalon mbi prindin, nanën edhe babën, që ashtu që kujdeset për veten e tij, të kujdeset edhe për ardhmërinë e fëmijëve të tij. Për arsye se nëse ti je neglizhent edhe ta edukon dikush tjetër, edhe në këtë rast ekranet televizive apo telefonat, atëherë dije që je pjesëmarrës në këtë devijim dhe në këtë rrugë të cilën ai e zgjedh në jetën e tij të përditshme. Të gjithë mjekët unanim thonë para moshës 5 vjeçare nuk guxon fëmia të ekspozoj syrin e vet, përqendrimin e tij ndaj ekraneve të telefonit në përgjithësi. Dhe tregojnë se sa e rrezikshme është kjo. E çka të bëjmë na? Thojmë hajt jepja se na lën rahat, edhe s'na po zhurum, edhe jem qetë, dhe kështu e fitojmë një qetësi të sotme për një varësi të nesërmes.